Unë e mojnë menë që 50 vjetë, që ka ndodhën këtë popull. Para 20 vjetë, 30 vjetë, edhe ti e mojnë menë që nuk i ki pak vjetë. A ka pas para 20-30 vjetë në Universitet i Kosovës, a i Shqipëris, qoftë një vajzë vetme me feregjet zezë ose me burka. A ka pas? S'ka pas. Kur? Sot tu ka mush. Në Prishtinë ki Taliban ka Taliban, të mushet menja jenë Siri. Në Tiranë të mushet menja jenë Iran. Në Shkop të mushet menja jenë Afganistan në Irak. Në më hanë, me të madhe sukses shumë po deportojnë projektet rusë serbe me shkatëru, me çdo kusht, me degeneru rinin shqiptare dhe për fatke që ja kanë arritë shumë. Sepse ata, përveç këtyre investimeve dhe projekteve famzeza, kanë derdhë para aqë shumë në botimin dhe ribotimin e librave me karakter që kur t'i shfletojsh ato e në qesharake, sepse në krejtë rranë e gënjeshtër të rrëllime, sepse ata në gjak e kanë rranë në gënjeshtërën, në gjak e kanë, e ka thonë edhe ish presidenti Jugoslavis Dobrica Qosić, që ne sërtë rranë e kemi, gënjeshtërën e kemi në gjak, artë e kemi, shpirt e kemi, e dojmë. Edhe ata kanë bua dhe liber për decidivisht kështu, me titull Shqiptarski genocid në të Sërbima. Genocidi shqiptar mbi serbët, më rëmëman. Na i kemi milione fakte dëshmi, që veç që tu qka kemi, veç duhet me ribotua, me shpërnda dhe të mjaftojnë. Sinqerisht mjaftojnë. Mjaftojnë? Po. Edhe ti se ban asnjë libër në shumë gjuhë botërore në formë institucionale, së në formë individuale. Po, a këto pe bojnë, po. Si idealiste pe bojnë, po. Nuk ka kur farë peshe, forma individuale në raport me shtetin. Kanë bo film të edhin dokumentar artistik për masakrën e Reçak. Ja kanë shpërnda krejt botës. Rëmëman. Krejt bota e dinë dhe zështë e malit që masakra në Reçak ka qenë masakr kundër njerëzimit, ka qenë genocid, ka thonë dhe Vokeri vetë, ambasadori legendar Amerikan William Walker, edhe që ka qenë shenjë sinjal për intervenimin në natës në Kosovë. Krejt këto i kemi, thash, tu avullu viktimat i kemi, gati shumicën e masakrave, nuk në thret kush, në mënyrë institucionale me thonë njerëz, ju nuk keni detyrë tjetër përveç e keni përgjithësin historike, kombëtare, njerëzore, humane, shkëndësore, më marë veç me qitë punë. E keni fondin e caktuar edhe nuk merreni me çështje tjera ju, edhe me familje zguxeni më marë se ne merremi si shtet. Por mendoje edhe besoje, po është e rëndë këto me besue, edhe një të vërtet tjetër vëllai dashur. E sot shala, shumë herë kam thënë për intervista të ndryshme, i ka 2 djemë, një 4 vjeç, një 1 vjeç. Të dytë i ka me një smundje, me një diagnozë që janë diagnozë rrallë në botë. 450.000 njerëz këtë botën janë smut në një farlloj leukemie, që i qënë 2 herë njaftë në spitalin e Prishtinës. 2 herë njaftë. Për me u dhënë injekcionin, se dhe në moshën 18 vjeçare, a i duhet me u marrë me qito telashe, edhe asë një ndim nuk e ka, asë nga komune drenasit nga i cili vjen, asë prej shtetit, atë gjithë, kur i shpërndan materialet në për Facebook, rrjetet sociale, urime, s'ka me ty, ti e një madhe, ti e aset kombëtare, ti e pasuri shtetërore, edhe as kush përveç kurbetçarëve tanë, që ja qojnë kanë herë do ndihme, qështu do infuzione, as kush për shtetit, as e ka shtin punë, do më hanë është absurde, jo e ranë po, në Afrikë jo s'kishtë me ndodhë, s'kishtë me ndodhë. Me meti pa punë njëri që është aset kombëtar, aset shtetëror, që thjesht ati duhet mi dhonë mirë njohë shtetërore, dhe me shpallë herojt gjallë. Mja marra unë i përmendor për gjallë, si që ja kemi marrua ma i linda kelmendit me plot merit. Prof, ma që kem të esati edhe të ju e përmene Serbinë edhe Vučićin se ju ka përmen juve.